Dy rrugët, ajo e zonjës Shure dhe Ale Mehmeti në fshatin Trajgjas, janë shtruar me asfalt. Por sipas projektit, kjo nuk ishte faza e parë e punimeve. Fillimisht parashikohej gryerja, pastrimi, vendosja e stabilizuesve, shtresimi me bazë betoni dhe më pas asfaltimi përfundimtar. Punimet duhet të vijonin me vendosjen e trotuareve, pllakave anësore prej betoni, si dhe sistemimin e ndriçimit publik. Por sipas banorëve, këto faza pasuese nuk priten të realizohen, duke e lënë projektin të papërfunduar dhe rrugën të pakompletuar me infrastrukturën e nevojshme. Dy rrugët, zonja Shure dhe Ale Mehmeti në fshatin Trajgjas, janë shtruar me asfalt, por sipas banorëve, projekti nuk është zbatuar në të gjitha fazat e tij. Në planin fillestar parashikohej gryerja, pastrimi, vendosja e stabilizuesve, shtresimi me bazë betoni dhe më pas asfaltimi, por banorët thonë se asfaltimi është kryer pa u bërë pastrimi zonës, duke u hedhur shtresa asfaltike mbi mbeturina, ndërkohë që koshat e mbeturinave nuk janë lëvizur nga vendi. Punimet duhet të vijonin me vendosjen e trotuarve, pllakave anësore dhe sistemin e ndriçimit publik, por sipas banorëve këto faza as pak nuk janë realizuar dhe as nuk pritet të kryen duke e lënë infrastrukturën të papërfunduar. Banorët kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve për të përfunduar projektin, pasi mungesa e elementeve bazë si trotuarët dhe ndriçimi publik krijojnë vështirësi dhe rrezik për lëvizjen e tyre të përditshme.